Një si mjeshtri arratisive nga burgu. Fillimisht është arrestuar në vitin 2007 në ambientet e Hotel Tirana. Pas arrestimit është transferuar në Durrës, pasi oficerët e drejtorisë së policisë Durrës kishin kryer të gjithë operacionin për zbulimin dhe prangosjen e tij. Këtu ndodhi edhe arratisja e tij e parë. Rexhepi arriti të ikë nga ambientet e komisariatit të policisë Durrës, pasi oficeri dhe zëdhënësja e policisë e kishin nxjerrë nga dhoma e shoqërimit për t'i bërë një foto, me qëllim publikimin e lajmit të arrestimit në shtypin e kohës. Ai u largua duke përfituar sapo hyri në qeli, ku dera besohet se ishte lënë hapur. Në fakt ai çfarë bëri? Mori një pjesë të asaj të materialit që po merreshin pyetje, dosjes, mori edhe gazetën dhe kur doli tek dera jashtme, oficeri rojes e pyet, i thot mbarove, po i thotë mbarova, po ata të tjerët janë brenda. Madje i lë edhe gazetën aty. Dhe ai ka dalë, domethënë, qetësisht ka përfituar nga kjo mungesë vigjilence. Është treguar shumë i ftohtë, shumë i qetë, se kjo ka bërë që të mos bie në sy, mos tërheqë vëmendjen e punonjësve të policisë. Ai ka kaluar jo 1 e 2, por ka kaluar nga ambientet e izolimit, ka dalë te dera përjashta me qetësinë më të madhe. Dhe nga aty ai u zhduk. Kjo bëhet fjalë me arratisi ka ndodhur në vitin 2006. Dhe prej aty ai pastaj bëri disa arratisje të bujshme në burgun e sigurisë të lartë në Itali, pastaj ka ikur në Barcelonë, pastaj ka ikur nga burgu në Belgjik.